Përshëndetje për ty. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje po ashtu edhe për ty, si që përmendet, do të flasim për ekspozitën Zëra përmes artit, e cila po qëndron në hapur këtu në shtëpinë e Evropës. Ekspozita do të jetë prap deri në orën 14:30 për të gjithë ardashësit të cilët dëshirojnë të vinë dhe të shohin punimet, veprat artistike të cilat janë të ekspozuara këtu. Do të flasim në vazhdim me Shëndriza Prokshin, e cila është organizatore e kësaj ekspozite dhe na njofton më gjithësisht rreth këtij projekti. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Atëherë, po flasim, po e nisim me këtë ekspozitë. Cili ka qenë qëllimi kësaj ekspozite? Fillimisht faleminderit edhe një herë për prezencën tuaj në mbulimin e kësaj historie. Dua të tregoj që dje është bërë hapja dhe ceremonia e ekspozitës Zëra përmes artit në kuadër të projektit Piakos, ndërkaq që synimi dhe koncepti i ekspozitës Zëra përmes artit pra ka qenë që të promovojmë dhe të ngrisim zëra të cilët shpesh herë edhe nuk ndëgjohen, veçanërisht nga institucionet relevante, sa i përket temës të drejtat pronësore, zhvendosja dhe strehimi. Advancing Together pra është organizata implementuese në partneritet me ATRC, ndërkaq Piakosi është projekti i cili është implementuar nga ne dy, po ashtu jemi financuar nga Banka Botërore. Njëjtën kohë është shumë e rëndësishme të cekim që ky projekt ka përdorur gjithë instrumentet, ndërsa tani jemi fokusuar tek arti, që është një formë tjetër e ngritjes së zërit të komunitetit Roma Shkalive Egjiptian. Është shumë e rëndësishme që cekim se këto piktura vijnë nga artistë nga komuniteti Rom, cilët po ashtu kanë kontribuar edhe gjatë projektit, si që është për shembull zotëri Dashnim Berisha, ai po ashtu ka qenë prezent gjatë kohës së implementimit të projektit që nga fazat e para, mirë po në këtë rast kemi shfrytzuar rastin edhe me promovuesi artist, edhe me angazhuesi piktor. Kështu që në këtë ekspozit, pra janë dikom përafërsisht 25 piktura nga të tre artistët, Bajrami, Faria dhe Dashnimi, cilat janë posaçërisht të dedikuara për të drejtat pronësore. Këtu shihen që janë punimet e Dashnimit, mbas të nënshkrimeve të cilat i ka të vendosura, ndërkaq këto tjerat janë të Farias dhe të Bajramit. Po, Faria domethënë është një artiste e cila është e njohur edhe në region, veçanërisht me portretet e saj të gruas rome. Është e rëndësishme të cekim që projekti Piakos ka pas parasysh dhe një element veçantë sa i përket barazisë gjinore, si dhe regjistrimit të pronës në emrin e dy bashkëshortëve. Prandaj edhe kemi pas pikësynim për tretizimin e femrës rome. Në anën tjetër, pra kemi këtu një pikture cila tregon shtëpinë, tokën, me mesazhet fuqishme që përditshmëria e njerëzve është ajo që i bën ata kush janë, ndërsa është me të vërtetë sfiduese ideja që një ditë mundesh edhe mos ta kesh pronën, cili ndoshta ti e posedon mirë, po ki pra mungesë të letrave ose aspektit administrativ cilat nuk i ke rregulluar në kohë. Edukimi i komunitetit pra Piakosi ka bërë një farë promovimi drejtave të tyre, mirë po edhe edukimin e tyre, ngritjen e vetdijes se sa është e rëndësishme që të legalizohet prona, të regjistrohet prona dhe të jenë sa më në sinkronizim me institucionet relevante si katastri, urbanizmi e tjerë. Po ashtu, ky projekt ka pas parasysh edhe bashkëpunim me institucionet e shumta, ku në mesin e gjitha këtyre fillimisht shtylla e parë e projektit ka qenë kampanja Der më Der, ku edhe piktori Dashnimi është një pikturë e cila është mjaft përshkruese e kësaj kampanje, e cila është piktura e dytë atje, mirë po do të kthehemi më pas, ku edhe ka shkuar dhe ka bën një anketë me familje, cilat kanë treguar problemet e tyre pronësore.
Këto, si që po shihet, është një pikturë e cila ka shtëpi në dorë dhe poshtë letrat, që e kuptoj mesazhin e tij që kjo shtëpi është, le të themi, në dorë, një dorë të paqëndrueshme në momentin kur letrat janë të hedhura poshtë dhe nuk janë të rregulluara. Çka që është më rëndësi do të thotë për secilin pronar të shtëpive të ketë të letra, siç po e përmend, të rregulluara sa i përket pronës. Po, është shumë e rëndësishme për shkak se themi kjo është një problem jo vetëm që i prej komunitetit Romashkali dhe Egjiptian, mirë po është një problem i cili prej gjitha komunitetet. Po ashtu në bashkëpunim me ATRC-n, Advancing Together këtë projekt e ka implementu në 12 lokacione, ku kemi bon 900 pyetësore, ose kemi vizituar 900 familje përmes kampanjës Derë më Derë, dhe më thonë 900 shtëpi të vizituara, ku kemi ndëgjuar problemet e tyre pronësore, ndërka që kemi vazhduar me sistematizimin e tyre duke i para dhe identifikuar problemet e tyre më pas me zyrtarët ligjor dhe ekspert ligjor. Gjë që është goxha dinamike madhe për një projekt, edhe pse ka qenë një afat i shkurtër, mirë po dinamika e tij ka qenë mjaft e madhe. ATRC deri tash bëhet që 2 vite që implementon projektin Piakos, dhe ka qenë një sukses i madh për shkak se dikon më shumë se 6.000 familje në total janë vizituar edhe nga organizata tjera të partnerët të tyre, mirë po vetëm nga Advancing Together si që ka 900, që është bukur numër i madh për një organizat të vizitoj në 12 lokacione familje me probleme pronësore. Mendon që mund të ndikon pozitivisht ndoshta edhe takime me përfaqësues të institucioneve dhe pak a shumë të rregullohet çështja e pronësisë të komuniteteve Romashkali dhe Egjiptian? Është pozitive, është ajo që ne si organizata veç e kemi si rol ndërmjetësues, ne shpesh i ndërmjetësojmë komunitetin që të ketë, dhe më thonë, një qasje më të lehtë drejt institucioneve relevante dhe që t'ju mundsojmë atyre të kuptojmë po ashtu rolin e tyre, rolin e institucioneve më saktësisht dhe ku duhet të orientohen në rast se kanë çështje pronësore, qoftë zyrat kadastrale, qoftë urbanizmi, varësisht nga problemet e tyre. Ne kemi luajtur rolin e ndërmjetësuesit për shkak se ndërkohë kemi bërë shumë takime ku e kemi ndërmjetësu komunitetin, dhe më thonë ato takime kanë qenë prezent komuniteti, po ashtu edhe institucionet, qoftë edhe ONJF-ja e cila është duke bashkëpunuar me ne në aspektin e dhënjes së ndihmës juridike falas, po ashtu edhe ne si Advancing Together jemi të e bë atë rol dhënjen e ndihmës juridike falas në këto familje, qoftë me institucione tjera relevante sa i përket pronës. Si e kam pritur komunitetet Romashkali dhe Egjiptian takimin sa i përket këtij projekti, po ashtu edhe rregullimin e çështjes së pronave të tyre? Tu e marrë parasysh që nevoja është shumë e madhe dhe numri i familjeve me këto problematike është mjaft i lartë. E kam pritur mjaft pozitivisht, sa që edhe ne nuk kemi prit që do të ketë kaq shumë raste, mirë po e kam pritur pozitivisht dhe marë parasysh që është vetëm një projekt dhe një presim që ndoshta të rrisim numrin për kjo ofruar ndihmë, dhe ju bëjmë kjo, kjo ekspozita është pashtu një thirrje për të asistuar dhe për të marrë ende iniciativa të tilla, cilat do t'i dalin në ndihmë komunitetit. Ekspozita është hapur dje. Mirë po, sa ka pas të interesuar që të vinë ta shohin dhe si e kanë pritur? Po, fatmirësisht dhe jemi shumë të kënaqur me interesimin e tjerëve, për shkak se dje pat pjesëmarrës bukur shumë dhe qoftë nga institucionet, patëm pjesëmarrës nga organizatat ndryshme, po ashtu edhe nga komuniteti, kanë ardhur dhe kanë parë ekspozitën. Njëkohësisht gjatë kohës
Parimisht ne si çdo herë ndjekim një lloj protokolli dhe bëm hapjen e ekspozitës me disa fjalime duke sqaruar konceptin e saj dhe më pas vazhduam turin ku artistët tanë e treguan për secilën pikturë çfarë mesazhi përçon, për shkak se edhe vetë pikturat po të shesh janë shumë vërtet që kanë një mesazh të fuqishëm dhe përcjellin mesazhe. Këto mesazhe unë po besoj që janë ato cilat do të ngrejnë zërin e tyre, të atyre të cilat me të vërtetë nuk ndëgjohen shumë shpesh nga të tjerët. Kjo piktura që e përmenda që do t'i kthejmë? Kjo është piktura e cila e përmenda që i takon tamam, është shtylla e parë e projektit Viakos ku vullnetarët e shtruan shtegun për të nisur projektin duke vizituar familje derë më derë. Dhe këto shihet një grua si dhe vullnetari, i cili është duke bërë një pyetësor me të në lidhje me problemet e saj pronësore. A mendon që kjo ekspozitë hapet edhe në qendrat e tjera të Kosovës, apo vetëm këtu në Prishtinë? Është planifikuar? Nuk është planifikuar me u hap edhe në qendra tjera, është planifikuar vetëm këtu në Prishtinë, mirë po besoj që ka pas edhe mbulueshmëri si mediatike edhe ashtu përmes rrjeteve sociale edhe 2 ditë. Ndoshta është më e mirë tjetë edhe më gjatë, mirë po ndonjëherë nuk planifikohet mos jetë shumë e sërgjatun, por që ka dëshirojmë na është me përçu mesazhin, i cili është promovimi i tyre, ngritja e zërit tyre, rëndësia se sa shumë është e rëndësishme me vazhdu me i asistu këto familje dhe komunitete në regjistrimin e pronës së tyre dhe legalizimin e shtëpijave. A mendoni që në një formë apo në një formë tjetër nëpërmjet ekspozitave apo edhe projekteve të tjera përkrahen këto komunitete? Besoj që këto do të tregojnë indikator më vonë, mirë po çdo herë kanë impaktin e tyre të fuqishëm për shkak se ngrejnë vëmendjen qoftë nga institucionet, qoftë edhe nga donatorët të cilët janë të gatshëm të japin ndihmë të tillë sa i përket problematikave të komuniteteve. Po besoj edhe të gjithë ata të cilët janë të interesuar mund të vinë sot deri në orën 14:30, pasi që kjo ekspozitë do të qëndron deri atëherë, edhe të gjithë ardashësit të cilët do të kenë dëshirë të njihen në përsëri me këto punime, mund t'i shohin, pasi që janë të ekspozuara. Po janë të mirë se ardhur këtu në European House, deri në ora 2:30 jemi këtu dhe jemi presim gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë, pra, ekspozita, si që përmendëm, do të qëndron e hapur deri në orën 14:30 në Shtëpinë e Evropës dhe të gjithë ardashësit të cilët kanë dëshirë të njihen me përsafermi me veprat artistike të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, të cilat janë të ekspozuara këtu, mund t'i shohin pra deri atëherë. Mirë të uta, faleminderit shumë për këto informacione që na i solle dhe sigurisht edhe e urojmë për ekspozitën.